Jo, veç duhet me qenë qartë me LDK-n, për shkak se jo rastisht, do me thonë flitet që ka shumë për LDK-n, për shkak se debati në LDK është i hapun. Që kjo është e mira e LDK-s që aty ka shumë zona që vazhdimisht të synojnë kreun e LDK-s, edhe debati gjithmonë ka qenë edhe i brendshëm, po edhe i jashtëm, sidomos për LDK-n nëpër media gjithmonë është folë, është diskutuar më shumë. Në rastin e zotit Abdigjiku, mos harrojmë, zoti Abdigjiku është zgjedh, ka ardhur në krye të LDK-s pas zgjedhjeve në përkrejt degët edhe nën degët në për Kosovë. Pra, është një, për shkak se folim na për PDK-n që 5 vjet ose 6 vjet kur s'ka marrë zgjedhje të brendshme. Po i ndrojnë 3-4 kryetar pa pas zgjedhje të brendshme asnjëherë. Sot e poshtë një artikull që kanë me thirr zgjedhje të brendshme, që 5-6 vjet PDK-ja s'ka zgjedhje të brendshme. Që kjo, po mendoj që ky debat që e bëjmë na sot, edhe që e bëjmë shumë shpesh për LDK-n, është për shkak se LDK-ja vazhdimisht i nënshtrohet diskutimeve edhe nga jashtë, edhe hap debatin edhe jashtë, për me pas se ku janë edhe qysh janë, edhe këtë rast, kur e kanë këtë rezultat të dobët në zgjedhjet e fundit, kryetari vetë ka hap këtë debat. Hajde folim se nuk është rezultati pranueshëm. Edhe kjo mendoj që e bën dallimin LDK-ja, këtu mendoj që e bën dallimin me parti tjera. Statistikisht e thash një të pavërtet. Thash që ka fitu më shumë, i bjen që 2000 vota i ka fitu më pak PDK-ja pas Prontos. 2000 vota i ka fitu më pak. 2000 i ka hub. Veç, për më konë korrekt me shikusin që shtentoj më konë krejt jetën. Tash, në rregull Ermal, faleminderit për koreksin. Pra, çka kem të fol është për garën e mbrëmshme në LDK që vazhdimisht është e fuqishme edhe vazhdimisht synohet kreu i saj për shkak se ka shumë figura aty që mendojnë që munden me e udhëheq një parti si LDK-ja. Ka si zoti Abdigjiku që shkojmë në një program si Rruga e Re që dojnë me reformu partin edhe që synojnë me për reforma, po ka dhe të tjerë që mendojnë që LDK-ja duhet me qenë shumë ma institucionaliste, parti e cila duhet me rujt do vlera tjera. Ky është dallimi, pra se për një ekses, një kryetari, të thamë kështu figurativisht, në ndegën në Zvicër atje, ose në Stockholm, i LDK-s me dhonë dorëheqje, bëhet shumë shpesh debat. Dhe që kjo është karakteristike LDK-s që vazhdimisht, do me thonë, ka debat se çka ndodh mrena struktura dhe saj. Edhe ky debat nuk është i rastishëm, është i frytshëm për LDK-n, mirë po mendoj Ermal që debatet tilla duhen me u hap edhe për parti tjera. Pra po e theksoj, ndoshta PDK-ja din me i menaxhu më mirë çdo punë të mbrëmshme, për shembull, se 5-6 vjet s'kan zgjedhje të mbrëmshme, i kanë ndru 3 kryetar. Duhet me bëu edhe këto debate edhe për parti tjera. Do me thonë, çka po ndodh? Qysh munden 3 kryetar me ardh mund ndru me një parti e kur delegat e njëjtë me që. A mos harrojmë zoti Abdigjiku është zgjedhur me kuvend 3, me delegat 3. Herën e dytë, se herën e parë është zgjedhur pe. Herën e parë, po herën e parë është zgjedhur është emëruar me kushtin që ka me pas zgjedhje të mbrëmshme me njëherë, ka pas zgjedhje delegatëve 3 prej kreta në degëve, në mbar territorin e Kosovës edhe është emëruar zoti Abdigjiku. Tash, presim një takim shumë të rëndësishëm që ka me ndodhur nesër, edhe mendoj që prej nesër mandej ka me u pa dhe kur mundet me u thirr kuvendi i LDK-s edhe nëse ka me pas zgjedhje të brendshme apo jo. Po LDK-ja nuk i tutet fynë proceseve, që ata po thamë, vazhdimisht e sfidon veten çdo proces edhe mendoj që është shumë demokratike edhe është shumë e frytshme